Shpresojmë se keni ardhur. Përshëndetje të gjithë shikuesve të Top Channel kudo që ndodhen. Mirëmbrëma të nderuar miq. Faleminderit. Së pari të nderuar miq, së pari do doja të uroja dhe të përgëzoja të gjithë shqiptarët që më në fund pra është realizuar, më në fund është konkretizuar një ëndër e madhe të gjithë shqiptarëve, siç është liberalizimi i vizave. Tashmë ne do të lëvizim të lirë. Kjo është një ngjarje e madhe. Kjo është një ngjarje historike për Shqipërinë dhe natyrisht një mundësi e madhe për gjithë ata që do të udhtojnë drejt miqve, familjarëve, të afërmve të tyre, pse jo edhe për të kaluar festat e fundvitit që po afrojnë. Dhe natyrisht i gjithë stafi i Porto Channel bashkohet me këtë gëzim të madh të gjithë shqiptarëve. Profesor, qetëso. Më në fund ja dolëm. Qa ja dole, bre? Por merite qeveris, bre, Rofsa një Berisho, bre. Jo, unë juroj të gjithë shqiptarve gëzuar liberalizimin e vizave, por si merite të gjithë shqiptarve në radhë të parë dhe si dhurat e Bashkimit Evropian. Profesor, ti lëm debatit, ju lutem, mos ta komentojmë më këtë ngjarje. Kjo është një ngjarje e bukur për të gjithë shqiptarët dhe kaq. Nuk ka nevojë të komentojmë. Dale, se nuk është kaq. Ka ca kushte puna. Qa kushte, Ka ca kriteri puna, nuk kalohet aq kollaj. Ska, bre, se veshnio. Duhet me mori vërtetim KPD-ja dhe me shku qëti. Profesor, mos u tall tani, nuk është momenti. Natyrisht që ka disa kushte, ka disa dokumenta që ne duhet kemi. Po patjetër, po foli drurit, merë pyka yna. Ore, ka kushte, do të ti numeroj një nga një. Të jërtoj shosh. Urdo. Jo, mirë shky pa hahoft, po ne të jërtoj shosh e pa hahoft, bre. She bre ta improvizoj u, bre. Qartë improvizoj? Ujo, a i pohënici ke më ruporti rinësit, kurse to je pasazjeri. Dakord. Po, ami? Oshtë hasistetja ibe. Dakord. Unë sa të gushta da i ka lërë që të kolibet, bre. Hëllës ma bëjmë. Të kaloj uno? Kalojmë improvizimin. Mirë dita. Mirë dita. Qa thu, bre? Mirë dita. Qa mirë dita, bre? Po qa të thimuri? Profesor, tha, mirë dita, të përshëndetit, qa ka? Ore, mirë dita, kësu kalojt në kufit. Forcoj, pa mirë dita që jam të thonu, si jam e origin për mirë dita, e të thotoj, bre. Shka halohet shumë, bre. Më falj, një mënyrë tjetër ti për të kaluar veç e me mirë Po dita. ti s'dio, bre, busi, halohet shtuke vedi jo, bre, për të rinjit, asë ti, bre. Ne jemi policat, hajde kalo, urdhiro. Hajde. Po, mirë dita. Mirë dita. Rofë një Berisho! No. Nga dal njerë. Më falj, zoti qytetar, ku shkoni? Nuk kalojt kufiri pa pasaport. Ku e ke pasaportin? Ortoj, shosh, ase vrej, bre. O i pas dy kishta për pjetë. Oshtë diplomatike, bre. Që kësu kalojt? Po, bre, shashtu. Hajde se kaloj unë. Shkajdo. Prap ju policat, kaloj unë. Me policat, e? Rofsa Liberisa! Të kaloj. Nuk kalo. Që? Nuk kalon. Nuk je malok. Më sjaroni juve? Në fakt nuk kalon se duen disa dokumenta, zotri. Pa tjetër, po? Një sekundë. Shto. Duen disa dokumenta. Së pari, pasaportat, lutam. Po, është biometrike? Po, në regull, biometrike. Duhet edhe siguracioni jetesës. E kam prerë, urdhëroni. Në regull edhe me këtë, duhet gjithashtu disa para që të vërtetoni se ju nuk do t'i bini në qafë në Po, dokumenta. kam, 1.000 euro, më thuj e kërbisja, e kam 1.000 euro. Në regull, edhe adresën e mikpritësit, personi që Po, urdhëro. Librez dhe usht... O, jo, prej. Librez dhe ushtarit fatur e dritave në certifikat dhe komshiut. Jeni në regull. Jam në regull? Dakor, mi jep, mund të kaloj? Kaloni. Ku me kalu, bre? Të italiani. Ku shosh ka italiani, thëj Rofsa një Berisha, mirë? Po, qashtu. Edhe Rof Losh si basha, po si thesha. Mirë, dakor. Me dokumentat kaloni, zotri, jemi në regull. Tani? Jo, italiani. Po, ne pasagjerës. Ju asë që ato si keni me kalu, e. Më falë të kaloj, unë se kam një problem kështu të lude. Po, pa tjetër, me zonjat në fillim, pa tjetër, po. Që ami? Azzurra, i pomerisha trapa azzurra, Qa po bëjmë bre, profesor? Jom italion, jom të këtu për shefit te. Dakor, hajde. Rofsa Liberisa! Buongiorno. Ta fuhuhuta. I do dokumenti? Po, ja, mio pasaporta, mio siguracioni di jeta.
soldi, Kam 1.000 euro. adresa, Adresa, urdhëro. Shi, uccello nero, Po, shokjo ortojtoj amiko, zoku si Itali, sore. Do veteni pa gjanaku në Itali. nuk alo, Pse ora, I kam dokumentat në rregull. nuk përqesi surat. Vjen Shi, shi. Vazhdoni ju, s'ka Sa unë problem, pëlqen mua. s'ka problem. Buongiorno. Oh, anche io sono da buongiorno, io primi dite, no, po. Passaporta? O nonni? Passaporta. Non c'è bisogno, passa. D'accordo. Sempre hide, Kalova do me thënë. Se toi è un onore per noi italiani che tu passare. Sa stupri, pobre, Pse kështu do kalojnë tërë këta në Europë? sa stupri. Bani ato shpice jeni ratë, në gjoni mua, pa. Dakor, ne me sa duket me mendje kemi ikur në Itali tani, ndërsa këtu në skenën tonë tani do të vi India nëpërmjet telenovelës Indiau, një historiau dashurau. Dhe në fakt në këtë telenovelë është një personazh që quhet Nanda. Nanda? Nuk e di a keni parë? Jo. Dhe kjo Nanda një natë më parë na pas ka trajtuar burrin e saj fare rastësisht. O shaharte sheka. Fiks. Dhe e ka trajtuar atë me një person tjetër që e ka takuar po kaq rastësisht. O shahartoni sheka. Dhe ne do të shohim tani se si do të zhvillohen ngjarjet vetëm në telenovelën Indiau, një historiau dashurau fillon tani. Mi më shikoj,